Policia e stacionit në Ferizaj mbrëm ka gjetur një armë zjarri, 2 thika dhe një boks hekuri, gjatë kontrollit të udhëtarëve të cilët ishin kryesisht me nxënës. Policia e Ferizajt këtë kontroll e kishte bërë nga ora 20 në mbrëmje në autobusin që qarkullon nga Ferizaji në drejtim të fshatrave Dogana i Greme dhe Gaç, me dyshim se nxënësit e shkollave të mesme të larta bartnin me vete mjete të dyshimta të rrezikshme, si mjete të mrehta, thika, boksa hekuri e të tjera. Për të gjitha këto veprime është njoftuar edhe prokurori i shtetit dhe me vendim të tij është iniciuar një rast për hetim, mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armës. Sipas policisë, kontrollimi i autobusëve urban do të vazhdojë edhe në ditët në vijim me qëllim parandalimin dhe luftimin e dukurive negative tek nxënësit.